A e keni ditur se në 10 vitet e fundit numri i nxënësve u zvoglua dukshëm? Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar të dhëna që tregojnë se numri i nxënësve në shkolla fillore dhe të mesme është zvogluar dukshëm brenda periudhës së 10 viteve të fundit. Për shembull, në vitin shkollor 2014-2015 në shkollat fillore dhe të mesme të ulta të Kosovës ishin evidentuar 273.649 nxënës, ndërsa 10 vjet më vonë, në vitin shkollor 2024-2025 janë evidentuar 208.515 nxënës. Pra, për 10 vite janë rreth 65.000 nxënës më pak. Edhe në arsimin e mesëm të lartë, sipas ASK-s, ka pësuar ulje numri i nxënësve. Sipas të dhënave të ASK-s, në vitin shkollor 2014-2015 në shkollat e mesme të larta të Kosovës kanë qenë të evidentuar 83.743 nxënës, ndërsa fiks 10 vjet më vonë janë evidentuar 63.551 nxënës. Përafërsisht 20.000 nxënës më pak ka pasur Kosova në vitin shkollor 2024-2025. Po ashtu, edhe numri i studentëve të regjistruar në universitetet publike dhe kolegjet private ka pësuar ulje, por shumë më pak në krahasim me nxënësit në shkollat fillore dhe të mesme. Sipas ASK-s, në vitin akademik 2014-2015 kanë qenë të evidentuar 69.220 studentë, kurse në vitin akademik 2024-2025 numri i studentëve ka qenë 64.817. Në vitin 2017 janë evidentuar më së shumti studentë të regjistruar, 123.988, por që nga ai vit numri i tyre ka shkuar kryesisht duke rënë. Për dallim nga nxënësit dhe studentët, numri i fëmijëve të evidentuar në qerdhe dhe parashkollor në 10 vitet e fundit ka shënuar rritje. Sipas raportit, në vitin 2014-2015 janë evidentuar 25.928 fëmijë në parashkollor apo qerdhe, ndërsa në vitin shkollor 2024-2025 janë evidentuar 34.038 fëmijë, duke shënuar një rritje prej rreth 8.000.